Ndërhyrja e koordinuar e forcave në teren, por edhe ndihma e reshjeve të shiut të një dite më parë, ka bërë të mundur shuarjen e vatrave të zjarit të rënë në zonën ndërmjet Lekasit dhe Voskopojës. Kjo është bërë ditur zyrtarisht nga prefektura e Korçës, sipas të cilës në operacionin për neutralizimin e zjarit të rënë në një sipërfaqe me barishte, shkure dhe pisha në zonën midis fshatit Lekas dhe Voskopoj, Bashkia Korçë, u angazhuan në total 129 forca dhe 22 mjete nga strukturat e mbrojtjes civile, Prefektura e Qarkut Korçë, nga bashkitë dhe shërbimi pyjor. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se sipas vlerësimeve paraprake të kryera në këtë zonë, zjarri ka përshkruar një sipërfaqe prej 5 hektarësh, ndërsa monitorimi i zonës do të vijojë. Zjarri në zonën mes Lekasit dhe Voskopojës ka rënë 4 ditë më parë, ndërsa ditën e tretë u riaktivizua, duke vënë seriozisht në rrezik një zonë pyjore me pisha. Fatmirësisht reshjet e shiut të një dite më parë i dhanë një ndihmë të madhe të gjithë forcave të ndodhura në teren për shuarjen e flakëve.